Sot, në këtë 27 qershor, bëhen 81 vite nga ajo që në histori është emëruar si dita e gjenocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Një nga historitë më të dhimbshme të shqiptarëve ishte 27 qershori vitit 1944, kur forcat shoviniste greke të udhëhequra nga generali Napoleon Zerva kryen masakra të përgjakshme ndaj popullsisë çame. Me mira shqiptar të zonës u vran, masakruan, dhunuan dhe dobuan nga trojet e tyre shekullore në Çamëri. Spastruesit grek nuk kursyen as gratë e fëmijët e vegjël në atë që kishin nisur të bënin, dobimin e shqiptarëve nga pronat e tyre. Kjo ngjarje mbetet ende një plagë e pambyllur në ndërgjegjen kombëtare shqiptare, ndërsa autoritetet në Greqi i kanë mohuar për vite me radhë masakrat e kryera atyre anëve. Sot shqiptarët e kujtojnë këtë ditë me homazhe dhe kërkojnë drejtësi historike. Është një ditë për reflektim, kujtesë dhe për të mos haruar viktimat e pafajshme. Çështja çame mbetet ende e pasgjidhur dhe kërkon zgjidhje në respekt të drejtave të njerëzit dhe dinjitetit historik.